Në ambientet e xhamisë Ebu Bekër u zhvillua pritja tradicionale e vizitave nga drejtuesit e xhamisë së Shkodrës. Arxhipeshvi i Shkodrës Imzon Giovanni Peragjine dhe drejtuesi i Kishës Ortodokse At Nikola Petani uruan besimtarët musliman në festën e Kurban Bayramit. Besimtarët musliman përjetojnë rinovimin shpirtëror nëpërmjet agjërimit, të lutjes, kërkojnë mëshirën e Zotit, faljen e mëkatërve, edhe përjetojnë bashkimin mes tyre edhe me ata që janë në shtegtim në qytetin e shenjtë të Mekka. Prania ime në këtë rast këtu është një shenjë bashkimit. Edhe si komunitet katolik dëshirojmë të bashkohemi me të gjithë besimtarët e muslimanë, edhe ne kemi nevojë, të gjithë ne kemi nevojë një ripërtëritje në shpirtërore, kemi nevojë edhe ne të kërkojmë mëshirën e Zotit e të ndihemi të bashkuar njëri me tjetrin, sepse vetëm nga një rinovim shpirtërore mund të lindë një rinovim edhe shoqërore, edhe kulturore. Shumë vende në botë kanë nevojë paqe sepse përjetojnë luftë. Vetëm nga një rinovim, një ripërtëritje shpirtërore, mund të jemi ndërtues të paqes atje ku jetojmë. Atëherë urimi Bajram e gëzuar të gjithëve. Për shëvjet gëzim, fesë për qytetin, fesë për gjithë besimtarët, rojmë Zotin që ditë dhe Bajrame me të bukura kemi në qytetin tonë. Për shëvjet gëzime dhe Zoti shpërblet gjithë besimtarët me paqe dhe dashuri. Gëzuar.